Më 19 nëntor 1912, Ismail Qemali përpara nisjes përndurës gazetës italiane Piccolo i deklaroi se shpallja e pavarësisë është e pashmangshme. Ne duam t'i paraqesim Evropës faktin e kryer. Do të krijohet një qeveri e përkohshme, dhe ndoshta unë do të jem kryetar. Ju siguroj se për idenë e pavarësisë jemi të gjithë në një mendje. 28 nëntor 1912, ora 14:00. Ky është momenti më i rëndësishëm në gjithë historinë e Shqipërisë. Sa të lumtur e ndjej veten sot që shoh këtu në Vlorë kaq burra shqiptar të mbledhur tokë, duke pritur me kureshti e padurim përfundimin e kësaj mbledhje historike për fatin e atëdheut ton të dashur. Plot me gaze me lotë ndërsy nga mallëngjimi. Pra, po dal këtu para jush, që t'ju gëzoj me si hariqjen e madh, se sot dhe në këtë minutë, Kongresi çpalli më vetësinë e Shqipërisë, duke lajmëruar gjithë botën mbar për këtë punë, e duke më ngarkuar mua kryesinë e qeverisë së përkohshme të Shqipërisë së lirë. Atë çast fatlum për Shqipërinë e kemi të përshkruar aq mjeshtrisht nga Luiz Gurakuqi. Në krye të tavolinës rrinte Ismail Qemali, kur nuk ishe dukur më i ri. Fytyra e tij e ëmbël fiton me të parë zemrat dhe nderimin. Nuk janë të paktë ata që mendojnë se Ismail Qemali ishte një produkt më i madh se sa i popullit që përfaqësonte. Një personalitet në perandorinë osmane, të drejtoi Shqipërinë e ngjante anijes së prishur, që pasi piratët e kishin plaçkitur, e urdhërojnë kapitenit të lundrojnë në shije shtrëngat me marinar të plagosur të pangrën, pa direkt dhe në ditë të hapur, pa ditur se ku po shkonte. Ndërsa Ismail Bej Vlora, që vinte në punë më shumë diplomacinë dhe zgjuarsinë se sa forcën, ndeshej edhe në debate të tilla si ai që zbulohet për të parë pas 100 vitesh. Ishte mezi i vitit 1913 dhe kryeministri shqiptar po jepte një intervistë për disa gazetarë të huaj. Biseda po zhvillohej në greqisht. Babai vinte në kultura si emigrant. Sarajet e kulturës ishin ndjegur nga grekrit, si represalje që familja nuk pranoj të nënshkroj kufirin e ri që donin të krijonin grekrit kulturë përmet. Me gjithë i thoshin atere fjalën turqe muhaxhirët erdhën në Vlorë. Edhe Vlora e vogël, nuk e di dëgjoj babai që po jepet një intervistë gazetarëve të huaj në Ismail Beu. Mas edhe se kishte parkur Ismail Beu. Pro, se kishte pasaj edhe ai se nifte, edhe kështu po dëgjonte çfarë thoshte Ismail Beu. Ismail Beu ishte fliste frëngjisht me gazetarët, edhe ndërmjet shumë pyetjeve u fokuzua ajo intervista për kufirin greko-shqiptar, për gjindjen atje. Ismail Beu kërkoi ta minimizoj atë ç'po gjante atje. Ismail Beu me flok të bardha, me një eksperiencë që babai im se ka patur. Nga mosha që kishte. Në atë moment babai juaj ishte 21 vjeç. 21 vjeç. E pak. Edhe babai u revoltua kur Ismail Beu thotë jo, hidhin 2 pushk aty e kështu do të qetësohet. Po, do të qetësohet situata kështu. Atëherë babai e ndërpret edhe i thotë shkëlqyesi, më falni, por unë vi nga fronti edhe shoh që juve nuk jeni të informuar mirë. Edhe situata është shumë e keqe se që është përshkruar. Atëherë tërë gazetarët lënë Ismail Beu i kthehen babait edhe i thonë çfarë po bëhet, të kallëzo. Edhe babai kallëzoi. Sa më shumë kallëzonte babait, aq më nervoz bëhesh Ismail Beu. E ndërpret baban, gjithmonë frëngjisht, edhe i thotë, po ti kush je? Se nuk arrinte të kuptonte. Babai ishte shkolluar në Galatasaray, fliste frëngjishten, masim edhe më mirë nga Shqipja, për këtë tha kush është ky francez ose i huaj që e dinte Ismail Beu që ishte vërtet gjindja në kufit greko-shqiptare në jug. Atëherë babai i përgjigje i tha jam filani. Atëherë ai mbetet një moment
edhe për aq më shumë që e dinte që o Gjaku i Këlqyrës, kur vun kandidaturën të dy kushrit, kishte përkrahur kandidaturën e Siria Beot edhe jo të Ismail Beot. Unë do të dëshiroja të referoheshim arkivave të kohës. Ajo qeverisje aq e vogël brenda një kohe të shkurtër u zgjerua. Dhe po të kemi parasysh vajtjen me delegacion në Shkodër, në Lezhë, të Lugjuar Kuqit, mirëditor, pastaj me Preng Bib Dodën, dhanë memorandum që ishin dakord me Ismail Xhemalin, pastaj di branët që luftonin, mirëditorët, dhe kështu dal nga dal Shqipëria në ato kushte tragjike të luftës së parë botërore, filloi të marrë frymë në zgjerimin e pjesëve më të mëdha të saj. Por duhet të dimë që ato ishin kushtet që duhen gjykuar në aspektin e luftës së parë botërore dhe dyndjes së fqinjve për ta coptuar Shqipërinë. Një tjetër kundërshtar del hapur ndaj Ismail Beut. Ja pjesë nga një letër e Mifid Bey Lubohovës, ministri i punëve të brendshme. Ju njoftojnë në altësia juaj të ndiqni rrugën e ndërgjegjes dhe të njerëzillëkut dhe të na paguani borxhet që na detyrojni me deftes apo pa deftes. Ironia është pak këtu, e bukur dhe e papërsëritshme. Ministri i brendshëm i kërkon kryeministrit t'i kthej parat që i dha për të shkruar delegacion në Evropë për njohjen e shtetit shqiptar. Për fat të keq, ai në raport me paran kishte ca probleme. Është një minimum si ai do. Ai kishte nevojë vazhdimisht sepse jeta e tij ishte për boheme. Ai rinte për shkak një vit e gjysmë në Madrid. Me se do jeton në Paris. Me sa do jeton. Ai qerën Bej Vlora, ky njeri nderuar, bi beu i pasur. Ti e dini shumë mirë që Britën e Prodhien, Britën me anijet më të luksoze, jeton dhe kishte para. Tani në qoftë se ky Vlor i famshëm, adetar i famshëm, kishte në një vështirësi gjen ekonomike dhe ambicia politike e tij për protagonizëm që kisha dhënë dëshmi. Tani edhe se kur të na shante e meritonte, se është fjala pas 12-s, ka pasur një shkurdesje të tillë në raporte me lekët, e nuk përbën ndonjë gjë. Ka plot dëshmi të tilla në Paris. A ishte normale letra që ministri brendshëm bënte kryeministrit? Po, pra këto janë tjera gjë. Ai nuk ishte, Ismail Qemali ishte një liberal, nuk trembte njëri Ismail Qemali. Ishte një musliman aq i mrekullueshëm, në punë sa ishte liberal, nuk trembte asnjëri, se ti ishte në një dorë fort, dhe sa të pashotani do të bënin, do guxonin të bënin. Tentativa e parë për eliminimin e Ismail Vlorës ndodhi më 7 shtator 1901. Gazeta greke Sotiria shkruan: Me 3 fëmijë të vegjël, shkoi me një anije angleze, ku Ismail Vlora i dorëzoi ambasadorit anglez Connor letrën. I lutem shkëlqësisë tuaj që të kini mirësinë të më afroni mbrojtjen tuaj të lartë, duke i dhënë kapitenit të anijes udhëzimet e duhura që të më nxjerrë jashtë atë dheu tim, të cilin po e braktis për arsye të patriotizmit të tepruar. Ishte koha e përndjekjes së sultanit ndaj Ismail Vlorës për shkak të bashkëpunimit të tij me vezirin e madh Mithat Pasha, një reformator që pasi u dënua u vra. Kjo solli edhe përndjekjen ndaj Ismail Bey Vlorës. Tentativa e dytë kishte të bënte me Gani Toptanin, vllain e Esat Pash Toptanin. Sipas dokumentave të kohës, Ganiu ishte një agent direkt i sultanit të perandorisë osmane dhe nuk ishin të pakta rastet që Ganiu kishte kryer vrasje me porosi direkte të tij. Ngjarja mori për masa reale kur dy miqtë e Ismail Vlorës i thonë që sultani kishte urdhëruar Gani Toptanin për ta vrarë. Duhet kujtuar që dy vëllezërit Gani dhe Esat Toptani kishin për motor nënën e Iqer Bey Vlorës, djalin e kushuririt të Ismail Vlorës, të cilin e quante Nip. Në bisedë e sipër, miqtë kishin thënë Ismail Qemal Vlorës se Ganiu i kishte garantuar se edhe pse sultani i kishte dhënë urdhër, ai nuk do ta vriste Ismail Bey Vlorën. Në të kundërt, do arratise ose do vriste veten. Nuk ndodhi as e para, as e dyta, por ndodhi kjo e treta. Ganiu vrau veten aksidentalisht apo jo, duke luajtur me një mikun e tij. Në historinë e Shqipërisë edhe Ismail Bey është politikani i parë që dënohej me vdekje. Sultani e gjykoi në Stamboll për tradhti të lartë dhe humbjen e drejtave civile, dekoratave dhe pasuritë personale. Jo vetëm Ismail Qemali, por shumë nga ata që shpallën pavarësinë e Vlorës, duke përfshirë Mehmet Pasdërrallën dhe të tjerë, kanë qenë dënuar me vdekje nga perandoria, sepse prishjen e perandorisë së mos të pjesën ballkanike, ata e quanin një dhimbje shumë të madhe për veten e tyre. Ku jo është dënimi me vdekje?